Përshëndetje, shpirta në evolucion. E di shumë mirë që më keni pritur gjithë të ditë që të bëj një video të re. Kam munguar, kam qenë në Portogali, në Itali, nga do, dua dhe unë pak pushime, ndaj sot kam ardhur që të them një lajm shumë të mirë. Për të gjithë ju femrat, por pse jo dhe për ju meshkujt, që doni një person ideal, një partner ideal, që në të ardhmen t'ju bëhet dhe partneri bashkëdhëtar. Si është partneri bashkëdhëtar? Bashkëdhëtar është ai person që është në tërë dëshirat tuaja, çfarëdo që dëshironi ju, dëshiron dhe ai. Për këtë, kam përgatitur në datën 30 mars, dhe nuk është thjesht kjo data 30 mars, trajnimin e madh për të gjithë juve, që të mësojmë si të sjellim atë partnerin ideal që të bëhet bashkëdhëtar. Dhe ky trajnim është dhe për ty që ke burrin ose gruan pranë teje, por nuk shkon mirë deri tani, dhe të mësojmë si ju të rritni atë mirëqenien tuaj me njëri tjetrin, dashurim me njëri tjetrin, si të sillni njëri tjetrin, dhe ku janë pikat kyçe që ju në qoftë se keni probleme. Ndaj ju ftoj të gjithve e janë së bashku dhe dua shumë që të jeni në grupe dhe meshkujt, sepse dua mendimin tuaj. Dhe ju femra të gjithë bashk, sepse gjithçka ka të bëjë me ekuilibrin dhe balancën. Në qoftë se spranojmë njëri tjetrin gjinin femrore dhe maskullore, atëre asgjë nuk do na shkojë mbar. Prandaj, ju mirëpres të gjithve në datën 30 në orën 20 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom, që të bëjmë të trajnim. Për më tepër dhe për linkun që mund ta merrni, ky trajnim do jetë me ndrejim energjie. Për pagesën mund të më shkruani në privat tek numri 0030 699 321 46 37. Ju dua shumë, më keni munguar dhe ju falenderoj për të gjitha ato komente që bëni, për gjithë besimin që bëni dhe për gjithçka që ju më dhuroni, sepse mos harroni që jemi një. Dhe siç ju kam thënë, deri më sot nuk kam arritur që ta bëj këtë trajnim, por tani jam vërtet gati që ta arrij, që t'ja u shprej dhe të punojmë të gjithë bashku dhe të gjejmë ato sekretet që i gjeta dhe unë. Dhe për ju gratë, lini vendin tuaj, të jeni në vendin e gruas, dhe ju burra, të qëndroni në vendin tuaj, jeni pak më lart nga ne femrat, dhe ne femrat mirash që të ulemi pak dhe t'i lejmë burrat të tregojnë atë fuqinë e tyre, atë forcën e tyre që kanë të nevojshme, sepse në këtë jetë ata si shpirtra jetën të jenë meshkuj. Prandaj, ju dua shumë që të dyja palve, sepse kur arrim pranojmë gjinin femrore dhe maskullore brenda nesh, kemi pranuar gjithçka. Këtu është çelësi i lumturisë tonë. Prandaj, në qoftë se ti që më dëgjon dhe më shikon në këtë moment, në qoftë se do të kesh lumturi, atëre mund të vish në trajnimin e datës 30 mars në orën 8 dhe të shikosh që jeta do ndryshoj që atje. Dhe në qoftë se si e gati, s'ka gjë, mund të vish dhe ta dëgjosh, por dhe mundet ta lesh. Unë jam këtu dhe për herën tjetër kur ti jesh gati ti. Ju dua shumë dhe ju pres, shkruani këtu në TikTok dhe në YouTube, komentoni çfarë dëshironi ju të keni, ose kush është gjëja më e rëndësishme për ju në jetë. Është të keni një bashkëshort, një partner, a keni nevojë për lek, apo keni nevojë të keni liri. Të gjitha mund të ndodhin. Prandaj, ju mirëpres. Ju dua shumë, mirëpafshim dhe ju mirëpres.